Kampionatet elitare evropiane o botërore, do më thënë, janë zgjedhje sepse arrisin në një nivel të investimentit, do më thënë që janë, sot futbolli është tek numri 3-4 të industrive më potente në botë për prodhim lekësh. Do më thënë, këto janë lojtarë, do më thënë, që luajnë te Real Madridit, Barcelona, gjithë janë si aktorët që në një farë periudhe tjetër shkojnë në Hollywood, të bëjnë aktor Hollywoodi. Shqipëria nuk i ka këto mundësi. Do më thënë, për sa i përket zgjedhjes që është bërë, është normale që është zgjedhje që u ka pranuar nga klubet, është e kotym në polemika pse e bën. Është normale që për akademitë shqiptare, kjo është diçka që e vret futbollin vendas, sepse, po të them edhe për eksperiencë që kam pasur si menaxher, lojtarët afrikanë që vinë në Shqipëri, duhet arrin me kuptoj gjë, janë ato që nuk lëvizin, po nuk erdhën në Shqipëri, nuk kanë më vend tjetër mas Shqipërisë me shku me lut futboll. Se mas nesër është Malta, San Marino, Gibraltari, do me thënë, që për ta nuk është interes. Klubet e botës me Reale, me Juventus, Inter, Manchester, kanë akademitat e tyre atje që i paguajnë, dhe që shkojnë në çdo fshat, në çdo katun shkojnë zgjedhin talente. Do me thënë, kjo zgjedhje që bëhet këtu te ne pastaj çfarë na ndodh, që presidentat e klubeve tona shesin në 20 vjet 5 lojtarë, që shuma nuk mund ta kaloj 3-4 milion euro, dhe shkojnë bëjnë një ligj, që thonë jo tani tifuzim se me këto do bëjmë lek.